2 familje në fshatin Rëmenj të Pogradecit kanë mësuar dëme të shumta në banesën e tyre si pasojë e prurjeve të shumta të lumit të fshatit. Banesat janë bërë të pabanueshme për momentin, ndaj edhe të dyja familjet janë strehuar në banesa me qera deri në rikonstruksionin e tyre. Ndërkohë, në këtë fshat janë 10 banesa të tjera që janë përmbytur nga ujrat dhe kanë dëme materiale. Sipas kryebashkiakut Ilir Xhakolli, të gjitha ekipet e emergjencave janë në terren për evidentimin e dëmeve. Gati 24 orë që e gjithë bashkia është në kemp, gjitha grupet e emergjencave janë ndarë në përgjithë, sepse nuk është vetëm Buçima si pra. Kjo njësi administrative, për në fakt kjo është prekull më shumë, sepse ka edhe një pjesë konsiderueshme në qytet, edhe në zonën e Mokës, po edhe në një pjesë të zonës të Gorës. Ne kemi vajtur me grupet e punës në përgjitha shtëpitë që janë prekull nga përmbytja. Patjetër që bashkia do marrë në konsiderat kërkesin e tyre, për ne s'kemi pse t'i lejmë ata në një gjendje të tillë, ju kemi siguruar që ata marrim shtëpi me qira deri në momentin që të riparohen shtëpitë. Patjetër që do vazhdojmë edhe sot të jemi në gatishmëri, sepse edhe parashikimet kështu janë, e i lajmëroj dhe qytetarët që të jenë gjithnjë të gatshëm, që në bashkëpunim me komunitetin, bashkia mund të bëjë gjithçka. Rreshtet e shiut kanë prekur pothuajse të gjithë territorin e bashkisë së Pogradecit, ku ka pasur rishqitje dherash apo përmbytje tokash. Vëmendja më e madhe po mbahet tek 2 lumenjt, ai i Vërdovës dhe i Rëmenjit, të cilët në periudha të tilla bëhen shumë të rrezikshme. Ndaj dhe për këtë, Xhakolli tha se i ka kërkuar Ministrisë së Mbrojtjes të ndërhyjë me projekte për rehabilitimin e tyre. 2 lumenjt janë më problematika, i Vërdovës dhe i Rëmenjit, që të dyja rrjedhin në liçeni i Pogradecit. Ne për to kemi hartuar 2 projekte dhe sigurisht që edhe sot në takimin që bëm me Agjencinë e Emergjencave, ja u shprehma edhe Ministrit Mbrojtjes, por edhe drejtorit të agjencisë. Patjetër duhet që të investojmë në këto 2 lumenj. Njësia Buçimas ka qenë me prekura nga dëmet e rreshjeve, por jo më pak se Çërava, Dardhazi dhe Proptishti, ku vijon puna për të stabilizuar situatën e rënduar që u shkaktua në 12 orë shi.